Faleminderit vëllezërve. Faleminderit shumë vëllezërve e motrave tona në anësi të Francës për këtë pritje kaq të ngrohtë. E i presim për festat e fundvitit e këtë vetë pjashtojmë edhe datën 28 dhjetor si fest. Faleminderit shumë. Shinemi të dashur bashkëdhetar nesër mbrëma në Gjenevë në orën 7 të mbrëmjes. Faleminderit. E se ne jemi për të gjithë, pa diskriminim, pa privilegje, pa selektivitet e favorizime. E tregon edhe buxheti i vitit 2026 që i dedikohet komunave të Kosovës, ku vetëvendosja do të qeverisë në vetëm 7 nga 38 komunat. Buxhetin që e kemi gjetë, 547 milion euro, në vitin e ardhshëm bëhet 867 milion euro, apo afër 59% më i lartë se sa para 5 vjet. Ne nuk diskriminojmë, ne drejtojmë dhe i trajtojmë të gjithë me barazi. Prandaj është domosdoshme që të dielën e 28 dhjetorit të vini masivisht në Kosovë, ju që s'jeni regjistruar për të votuar. Të vini masivisht në Kosovë, ju që s'jeni regjistruar për të votuar, e nëse jeni regjistruar për të votuar këtë, bëjeni në adresën postare të KQZ-s këtu në Bern të Zvicrës, ndërkaq ju që jeni regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësitë diplomatike të Republikës Kosovës këtu në Zvicër, e keni të shtunën e 27 dhjetorit ta jepni votën tuaj për vetëvendosjen e për numrin 116, e ju të cilët nuk jeni regjistruar për të votuar, me autobus, a me automjet, a me aeroplan, qysht muni, krejsat jeni, hajdni në Kosovë që ta kemi fitoren edhe më të madhe për triumfin ton të madh e të përbashkët. Dashur bashkëdhetar, kësaj radhe, viti i ri pa juve nuk vjen. Viti i ri veç me juve vjen. Nëse ju nuk vini, këtë bëhet 1 janare, 2 janare, 2 shkurte, 5 marse, 6 maje, kështu me radhë, ende është viti 2025. Që të bëhet viti 2026, ju duhet vini me 28 dhjetor. Dhe e dini çfarë? Përveç se viti i ri si vjet vjen me juve. Viti i ri si vjet
nuk I ka veç 3 ditë fest mrapa, po edhe 3 përpara. E ka fest 31 dhjetorin, 1 janarin e 2 janarin, si gjithmonë, po I ka po ashtu fest 28 dhjetorin, 29 dhjetorin dhe 30 dhjetorin për shkak të fitores së numrit 116 dhe lëvizjes vetëvendosje me guzo alternativ dhe PSHDK bashkë. Ne zgjedhjet I kemi fituar qysh nga viti 2019, edhe në vitin 2021, po edhe në vitin 2025. Por shkurti si vjet, dashur bashkëdhetarë, na tregoj që vetëvendosja nuk mjafton me fitu 1-0, s'mjafton me fitu as 2-0, duhet me fitu 3-0. Nga zgjedhjet e 9 shkurtit, mund të ketë ndokush, jo prej jush, po prej familjeve të juja të gjëra, që ka thënë, s'po votoj se vetëvendosja fiton edhe ashtu. Dhe ne një mend fituam edhe ashtu. Dhe ishim më të mëdhaj se I dyti e I treti së bashku. Por, për të fituar në Kosovë, duke konstituar me shpejtësi edhe kuvendin e legislaturës 10, edhe qeverin tuaj e tonë të mbaret mirë, na duhet fitore 3-0. Prandaj, përveç se ju dhe familjet e juja që duhet votoni, ju lutem në fond bukun e juj, thirrni krejt, ata që I keni aty dhe pyesni, a kanë marrë flet votimin sepse kanë me votu me post? A kanë vendos me votu në ambasada, në konzulata? Apo ndoshta pyesni se apo shkojnë me automjet, me cilin autobus, a ndoshta I takoni në aeroplan? Pra, kontaktoni, komunikoni, bisedoni sa ma shumë tërkohën, ditë e natë, për çdo orë, me gjithë që I njihni e si njihni, sepse një fitore e madhe, edhe ma e madhe se me 9 shkurt, na duhet me 28 dhjetor. Kur mbrim sot këtu në Zyrih, një bashkëdhetar më pyeti, më tha, Albin tha, ku shpenzon vendin e dytë? Pra me fjalë tjera I thoshte, dihet që vetëvendosja është e para, po kush do ta ketë vendin e dytë? PDK apo LDK? Tash, vetëvendosja është subjekti që I ka mbush si vjet 20 vjet, është subjekt I ri, për dallim për atyre subjekteve më të vjetra që I ndrojnë fytyrat, po jo zakonin. Po a e dini çfarë dashur bashkëdhetar? Gara nuk është për vend dytë. Gara është për vend tretë. Gara është për vend tretë, sepse vendin e parë ka vetëvendosja. Ata bëjnë gara për vendin e tretë. E vendin e dytë, a dini kush e ka? Diaspora që nuk voton. Aq e madhe është diaspora që nuk voton, sa që ajo është partia e dytë e pashpallur. Mirë po, më ndihmoni mua, që t'ju ndihmoj juve, ta ndihmojmë njëri tjetrin, ta përkrahim me mbështesim me solidaritet pa mos në këto 2 javë, ashtu që këtë partin e diasporës që nuk voton, ta zvoglojmë e ta bëjmë vetëvendosjen tuaj partin më të madhe në Kosovën e lirë,
për fitoren e numrit 116 të dielën e 28 dhjetorit dhe me njëherë në muajt e parë janare shkurt do ta keni edhe kuvendin edhe qeverin e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë, ju duam fort, u jemi mirënjohës përzemërsisht dhe për krejt çfarë bëni, borxhin e madh që e kemi, do ta lajmë për ditë me punën dhe shërbimin ton të mirë për juve dashur bashkëdhetar për atdheun ton të përbashkët Republikën e Kosovës dhe kombin shqiptar nga do që është. Faleminderit shumë.